Teksa projekti për ndërtimin e parkut rretër në lagj Gjeneri të Bulqizës po zbatohet çdo ditë, banorët të cilët kanë jetuar në godinat aty për më shumë se 30 vitesh nuk dinë asgjë se çfarë do të bëhet me ta. Banorët kërkojnë që të veprohet në kohë edhe për fatin e tyre, pasi deri tani nuk kanë asnjë përgjigje zyrtarisht. Ylli Çupi është njëri prej banorëve në zonën ku po ndërtohet parku. Ai shpreh se ka kërkuar shpjegim zyrtar nga institucionet se çfarë do të bëhet me banesën e tij, pasi projekti po shkon drejt fundit e nuk ka asnjë informacion. Ai kërkon nga Bashkia e Bulqizës por edhe institucionet e tjera të vendosin për fatin e 5 familjeve që preken direkt nga ndërtimi i këtij parku. Jo, deri më sot s'na kanë thënë asgjë. Asnjë, as të ikim, as të rrim, as absolutisht asgjë. Kemi prerë gjitha, kemi prerë. S'kemi bërë debat që me thonë me firmën, s'kemi bërë si lloj debati. Thjesht na kanë thonë me prerë dhe kemi prerë. Nuk dim asgjë deri më sot. Ke bashkia kemi shkuar. Kryetarin se kemi takuar si faktikisht. Ato inxhinierët kemi takuar një inxhinier, thonë llafe që nuk ulvi askush, po që sa është e vërtetë as dim asgjë deri më sot. Te kështu jemi të shku. Ja kështu rrugë si, por rrugë te përpara. Aktualisht në këtë objekt po zbatohet loti i parë i punimeve, ndërsa do të nisë edhe loti i dytë shumë shpejt për t'i dhënë formë sipas projektit të miratuar nga qeveria shqiptare.